Një aksion i gjerë kontrolli është zhvilluar në hyrje të qytetit të Vlorës, ku uniformat blu kanë ushtruar kontrolle ndaj automjeteve që kanë hyrë dhe kanë dalë nga qyteti mbrëmjen e së mërkurës. Kontrollet kanë pasur në fokus evidentimin e personave në kërkim, verifikimin e dokumentacionit, si dhe parandalimit dhe goditjen e rasteve të armbajtjes pa leje. Forcat e policisë kanë ndaluar automjete të ndryshme dhe kanë kryer verifikime të drejtuesve dhe pasagjerëve në kuadër të masave për rritjen e sigurisë dhe parandalimin e ngjarjeve kriminale. Aksion ky që ka vazhduar edhe për gjatë kësaj të interne në qytet. Forcat e ndërhyrjes së shpejtë përgjatë mbrëmjes dhe mëngjesit të kësaj të enjteje kanë ushtruar kontrolle në disa zona të qytetit të Vlorës. Kontrolle këto që kanë në fokus evidentimin e personave me precedent penal, atyre të cilët lëvizin të armatosur, por edhe shtetësve në kërkim. Aksioni synon gjithashtu identifikimin e personave me precedent kriminal apo të përfshirë në veprimtari të paligjshme, duke kthyer hyrjen e qytetit në një pikë të rëndësishme kontrolli. Kontrollet pritet të vijojnë dhe në zona të tjera të qytetit në funksion të garantimit të rendit dhe sigurisë publike.